Shumë komente, pyetje për sa i përket denoncimit që bëra dje, që sot të blesh një apartament në Tiranë 70 metra katror, jo më shumë, është kthyer në një luks, është e papërballueshme. Një shqiptari, ku paga mesatare në Shqipëri është 75.000 lek, i duhen 19 vite për të blerë një apartament. Ndërkohë që në çdo vend tjetër, po sigurisht është e vështirë që të blesh një apartament, po jo kaq e papërballueshme sa në Tiranë. Po ti marrësh me radhë shifrat, për shembull, Athina ka një pagë mesatare për 1.300 eurosh dhe mund të duhen rreth 12 vite për ta blerë një apartament. Torino, në veri të Italisë, 2.300 euro duhen 6 vite për ta blerë një apartament. Bratislava, Ljubljana, qoftë edhe Manchesteri, të gjithë kanë sigurisht pagat në nivelin e jetesës tyre, por edhe raporti për blerjen e një apartamenti është i drejtë. Po ç'a ndodh me Tiranën? Tirana ka dy problematika kryesore. E para, njëherë ndërtimi është një fluks shumë e madhe dhe rritja e çmimeve e palogjikshme vjen nga kriminalizimi i këtij sektori. Ndërkohë që e dyta është që kjo paga kaq e ulët mesatare, 40% shkon për ushqime. Dhe 40% që shkon me ushqime i bën gjithmonë më të pakta të ardhurat e disponueshme dhe ka çuar blerjen e një apartamenti në Tiranë një nga vendet më të papërballueshme në të gjithë botën. Ky modeli ekonomik që ka ngritur qeveria, që furnizohet vetëm nga ndërtimi, që nuk punon asnjë sektor tjetër, që bën edhe pastrimin e parave, këtë ka sjell. E ka bër apartamentin luks për shqiptarët, jo vetëm për shtresën e mesme, për çdo, sepse për ato që janë me ardha minimale, kjo është kthyer në një produkt të ndaluar. Ky sistem ekonomik duhet ndryshojë.